manifestuar në mënyrë të pavetdijshme. Po, edhe qaka. O, ti rofshu, se të ndosur isha. Po, kjo funksionon me vërtet. Edhe unë kam provu këtë. Beson manifestim ti, Brit? Unë kam manifestu këtë ditë. Këtë bigut? Ma ne të rejmë në gocën. Brikena, mos e prek, Loren. Ashtë në regu. 1, 2, 1, 2. Lup, lup. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Se, ajde me ratë, ajde punë këtu. Mere një karrige, ajde Ka te e të ure më? Po, Ki e bebushi. Bebushi. po ama nuk, që do sugjeroja unë, me thënë, është që mos i varesh. Mama, na. Vërtet ato. Që do sugjeroja unë është, thjesht mos i varesh të gjitha shpresat të manifestimit. Edhe këtë nuk e bëj. Thjesht trish. Jo. Sense Gjë, po nuk funksionon. E pra. Do thënë ti duhet punosh për atë gjë që ti po kërkon. Do thënë ajo ti nuk është se ti rrin në shtëpi dhe ajo ndodh. Po jo, ti duhet vetëm me manifestu kështu, hajtë vetëm me menu. Është manifestim me gjithë energjinë tane. Për shembull, se ka njerëz që manifestojnë dua fitojnë në muaj, ku diun 7.000 euro. Kur ndërkohë puna jote, maksimumi që mund silli janë 3.000 euro. Bie fjala, kot. Do thënë, duhet të jesh realist në atë që ti vërtet po kërkon. Po pra, nuk duhet të ndjekësh yjet, në sensin e Po. mos i ikësh shumë larg